Kryeministri Edi Rama reagoi sërish lidhur me mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, të mbajtur më 28 mars, pas takimit me Asamblenë Socialiste të Njësisë 7 në Tiranë, këtë të njëjtën në Njësinë 14, Rama e përshkruajti si një përvojë spektakolare dhe të pabesueshme, duke theksuar se këto mbledhje organizohen çdo fund muaji për të diskutuar tema specifike, për të dëgjuar deputetët dhe për të ndarë informacione nga qeveria. Rama nuk i mohoi episodet, por theksoi se mënyra si janë pasqyruar në media nuk reflekton për mbajtjen reale të diskutimeve. Mediat kombëtare kanë gjëra më të rëndësishme për të informuar ç'a i thash unë njëri dhe ç'a i thash unë tjetrës në një mbledhje nga ora 11 deri në orën 6 masdite, ku ne folëm gjëre gjatë për pronat, për shërbimet kadastër, për legalizimet, për reforma administrative territoriale, për skenaret se si duhet të rishikojmë hartën e shërbimeve në territor. Rama foli edhe për perspektivën europiane të vendit, duke e cilësuar këtë si një moment historik që nuk duhet humbur. Ai shënjestroi opozitën si forcë politike e paudhë, që nuk ka me se të merret, por tenton të dëmtojë një moment historik për shqiptarët. Dhe ma thonë her pas here miq në Europë, nuk e kemi parë kurrë, nuk e kemi parë në asnjë vend dhe me asnjë vend këtë që shohim me ju që vinë ca tuajt dhe nuk lën gjë pa thënë që ky proces të mos ndodhi. Nuk asnjë. Luftë politike ka edhe ka edhe në shumë vende tjera. Nuk ja kanë bërë kurrë maqedonesve këtë punë. Kurrë. Që të shkojnë atje tonë, shiko se atje ata në asnjë mënyrë s'duhet lejuar se është tmerr, është këtë, nuk e kanë bërë. Por ne kësaj s'kemi që bërë.